investime, eksport edhe përmirësimin e imazhit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Opozitën nuk e shohin si përgjithësi dhe mbi bazën e kësaj bizneset të cilat ma kanë atë kapacitetin prodhues për eksport dhe ne nuk di dikush një ambasador që e ka thirrë një biznes edhe mi thonë që ky treg, ky restoran, ky hotel, kena kriju këtë kontakte, ka një database, thirrë në telefon bizneset të vendit tonë, sepse në fundit janë taksapagues më të majtë të Kosovës dhe mbi të gjitha ata jetojnë një farë mënyrë mbi bazën e kësaj takse dhe secilit ambasador kudo që të na jepet rasti duhet vetëm t'ja bëjmë pyetjen kush ju pagun, nga kush i merrni pagat. Mbi bazën e kësaj krijohet edhe përgjegjësia. Nëse një ambasador nuk i ka nxjerrë shpenzimet e veta, që është e vetmja mënyrë kjo pra, ose me sjellë investime, ose me kriju tregje për prodhuesit tanë, çfarë diplomati mund t'jetaj. Pra kemi nevojë shumë me ndrru mendsinë në shoqërinë tonë dhe sidomos mendsinë në diplomaci ku duhet flet vetëm rezultati. Frytet dhe nuk na vijnë më teoritë të cilat nuk janë në përputhje me rezultatet konkrete. Ne përfaqësojmë një lab quhet lidhje shqiptaro-evropiane, por gjithashtu jena në marrëdhënie me publikun, me odën ekonomike shqiptare dhe shoh pastaj kena kapacitetin e shqiptarëve nëpër botë, nëse ne pa gjithë këtë logjistik krijojmë rezultate të prekshme, të cilat janë edhe publike, atëherë është pyetja më e madhe për ta çfarë jeni duke bënë për ato ambasada. Pse nuk ju ndihmoni bizneseve tona? Pse nuk ja sjellni bizneseve tona lidhshmëritë me bizneset spaku me bizneset shqiptare të cilat janë nëpër botë? Dhe këtu është ajo farë që duhet vërtet të ketë edhe një përgjegjësi shumë konkrete për secilin ambasador, çdo 6 muaj me pru rezultatet më pa performancat e tyre. Nëse nuk ka pru asnjë rezultat, asnjë investim, asnjë rrugë mi hap bizneset sa i pagun kosto, pagun domethënë kosto ekstra dhe vetë kur shkon, por ai po pagun kosto edhe ti që qëndron në atë ambasadë caktuar. Dhe këtu janë ato të cilat nëse brenda 6 muaj, 1 vjeti nuk e pru asnjë rezultat, atëherë vërtet duhet të lëshohet ajo pozitë edhe të shikohet ligji, nëse nuk është me ligj që brenda 1 vjete mu largu, atëherë duhet ndryshohet ligji, sa ajo nuk është as Bibël as Koran, por vendi jonë, diplomacia e vendeve të vogla si Kosova, që jena në kohë të paqes, ka nevojë pikërisht në këto 3 parametra. Do të thotë investime, eksport edhe përmirësimin e imazhit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Nëse këto 3 nuk i kena si rezultat kudo që është prezente Kosova me ambasadën e vet, nuk ka nevojë ky vend më për teori abstrakte, sepse koha është tjetër.